Miqtë Prizmës. Një nga karakteristikat e protestës është edhe fyrja që i bëhet shoqërisë shqiptare, që i bëhet atij që po lexon, që i bëhet atyre që nuk janë protestë. Dhe një nga parullat më fyse është që ju që nuk jeni me ne, jeni bashkëpunëtorë në krim. Tashi, parullat tilla bolshevike, komuniste, parullat tilla të qelbura i kemi provuar jo vetëm kohën e Enverit, po edhe në kohën e fashizmit. Janë parullat e dy ideologjive të stërqelbura që ka pasur bota deri pothuajse në fund të shekullit 20. Dhe ato po përsëriten nga këta tipat që kanë dalë në protestë për t'ju bërë presion atyre që lexojnë, atyre që s'janë me to. Atyre 2.500.000 njerëzve, po themi, minus 20.000 që mund të dalin në protestë, ose minus 10.000. Ju që s'jeni me ne, jeni bashkëpunëtorë në krim, është një akuzë që ju bëhet shumicës dërmuese të shqiptarëve, miliona shqiptarëve. Sepse është një parullë e cila rrjedh nga mendimi komunist, bolshevik, o me ne, o me armikun. Pastaj janë dhe parullat tjera që shpallin tradhtar, vdekje tradhtarëve, tjera, që përsëritje të vitit 1945. Por kjo parullë më bëri përshtypje të jashtëzakonshme. Përveç fakteve që bërtasin kur kalojnë atyre që janë kafe dhe përveç faktit që e kishte kapur dhe kryeministri që shkojnë i bën presion edhe atyre që po shifshin neshjet për qefin e tyre në këto janë karakteristika të një folk bolshevizmi që sigurisht është në brëndin edhe në thellësinë e Partisë Demokratike. Kështu ka vepruar Partia Demokratike gjatë gjithë kohës, po jo me këtë arrogancë. Këta që po protestojnë sot duken më të butë, nuk gjuhen me molotov dhe me lëndë djegëse plasë. Në këtë punë nuk e kanë bërë deri tani, mbase mund ta bëjnë më vonë, sepse po përgatiten, e dinë që s'nxjerrin gjë me këtë dhe mund përgatiten mas datës 20 fillojnë dhunën. Por në atë moment kur do fillojnë dhunën, përfundon edhe protesta dhe këta e dinë. Por të tilla parrulla janë parrulla sigurisht ultramajtiste. Janë parrulla si të Ilaria Salis, e cila kishte bërë amandamentin që do të bënte ndalimin e investimeve në Shqipëri për hatrat komunistave në Evropë. Po që nuk u realizua. Dhe sigurisht u bën një amandament tjetër i cili thotë që bashkohuni me atë konstitucion evropian për kontrollin përmi zonat e mbrojtura dhe përmi ligjet përmi zonat e mbrojtura, që sigurisht edhe qeveria atë do të bëjë, sepse e ka thënë prej kohës edhe duhet ta bëjnë prej kohës. Në të vërtetë nuk hyn fare, edhe memorandumi dhe asgjë nuk hyn atje, sepse ajo është një zonë e cila sigurisht pishporo në arta, po pishporoja që i ka kaluar të gjitha. Megjithatë, sigurisht u hodh poshtë amendamenti i cili ndalonte gjithçka edhe merresh vetëm me komunizmat e postkomunizmat e marksistat e Ilaria Salis dhe komunistave të tjerë që janë atje, të cilët akoma nderojnë me grusht. Problemi është se kemi ne këto komunistat tonë, ultramajtistat tonë. Një pjesë e rinisë është kthyer në ultramajtiste. Një pjesë e rinisë midis Sali Berishës edhe Edi Ramës është kthyer absolutisht në rini ultramajtiste. Marksiste, globaliste, flamengiste e tjerë. Është kthyer një rini agresive ultramajtiste. Fshihen mas parullave të bukura, parullave revolucionare, në të vërtetë janë byk për sa i përket edhe anës politike dhe anës filozofike, fshihen mas përkrajeve që mund të kenë për një Shqipëri të bukur, të pastër, të mirë, të pushtetit kështu, të pushtetit ashtu, po e kanë pushtetin akoma më keq në idenë e tyre se sa e kanë këta të dy që e kanë.
Sali Berisha me Edi Ramën. E tëra që desha të thosh, gjitha protesta, në fund kreet protesta, sidomos në raport me botën, është anti-amerikane. Është anti-investimeve, a Kushner, Ivanka Trump. Anti-Trump. Në qoftë se në botë e elaborojnë, e thonë kështu, dhe sigurisht e paraqesin tillë, në Shqipëri jo, se nuk janë banë, se janë frikacak. Por aty këtu dallohet praktikisht, nuk janë quar për asnjë lloj investimi tjetër që ka shkelur të gjitha këto parametra që flasin këta sot, por janë quar atëherë kur investimin e bëjnë amerikanët. Dhe quhet investimi i Izraelit, investimi sionistëve, investimi kriminalëve, vrasësve të fëmijëve etj, fryhen për të arritur, dhe janë fryrje që i ban e gjithë e majta ultra majtistët evropianë dhe amerikanë njëkohësisht, protokomunistët dhe neofashistët komunistë të bashkuar bashkë me njëri tjetrin, ekstremistët e çdo drejtimi, po sidomos ato të majt, për të ndaluar zhvillimin e një vendi, sidomos investimet amerikane. Kjo është fryma e protestës, nuk ka frym tjetër. Kjo është fryma. Kështu përkthehet kjo frym. Pastaj flamingot, korrupsioni qeveritar që sigurisht është, korrupsioni i Ramës që sigurisht është, në shumë drejtime është toleruar dhe është lejuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Këto janë elemente të drejtë, por që kjo protestë nuk ju bën asgjë, nuk i zgjidh asgjë. Nuk zgjidh asgjë sepse s'ka as mendimin, as filozofinë për të zgjidhur, as njerëzit për të zgjidhur. Do shkojnë ku të shkojnë, do përplasen po këtë dy njerëzit e politikës shqiptare që quhen Edi Rama dhe Sali Berisha. Sepse sigurisht as kërkush në Shqipëri nuk ka për t'ju besuar flamingove, ultramajtistëve, neokomunistëve dhe globalistëve pasjen në dorë të Shqipërisë. As kërkush. Poshtët, por me ato të poshtët që jemi mësuar. Jo të poshtët e ri që janë edhe më keq, edhe më zi se ata që i kemi, janë, ekzistojnë, janë aty. Dakord, miqtë e mi?